Në territorin e qarkut të Gjirokastrës kanë vazhduar reshtë e shiut dhe në orët e pasdites, por krahasuar me një ditë më parë intensiteti është më i ulët. Nga Bashkia e Gjirokastër dhe Ministria e Mbrojtjes të njëjtë do të fillojë puna për normalizimin e 3 rrugëve të bllokuara, ndërsa situata në qytetin e Gjirokastrës po vjen duke u normalizuar. Bashkia e ndihmuar dhe nga forcat armatosura si dhe policia e shtetit kanë normalizuar trafikun e automjeteve duke larguar gurët nga rrugët kryesore automobilistike në lagjet e poshtme të qytetit. Por gjatë ditës Proi Ficos doli nga shtrati dhe vërshoi në disa zona duke marrë përpara automjete dhe duke përmbytur banesa e biznese. Lagja 18 shtatori rezultoi ndër më të prekurat ku disa biznese janë dëmtuar rënd. Më shumë se 300.000 euro dëm. Kjo ndodhi jo më pak se 10 minuta përmbytje që nuk ishte rastisur më njëherë. Më rëmë ka ardhur këtu. Mbulojnë të gjitha aparaturat elektronike, përsyrit, skanerin, kompjuterat, të gjitha qerka, mikroskop, domethënë dola përfundimisht u shkatërruar. Poni dhe vetë, u i vati diku te 50 cm thellësi, u përmbytën të gjithë divan, dhe erdhi brenda 2 minutash u përmbyt fare e gjithë. Po, isha në dyqan dhe thash të pushoj dhe pak e tikja për në shtëpi. Kur ajo u mbush dyqani me ujë, nuk kishe mundësi. Forcat armatosura dhe punojësit e bashkisë punuan pa ndërprerje për pastrimin e rrugëve. Kemi patur momentet të vështira, sidomos në disa evakuime banorësh, por që për fat të mirë me keqja e madhe kaloi, nuk kemi patur jetë njerëzish të rrezikuara. Aksi rrugor Gjirokastër Kakavi mbetet i kalueshëm, por liçeni Virojt ka dalë në rrugën kombëtare Gjirokastër Tepelen. Shkarjedherash janë regjistruar dhe në aksin Lekël-Këlcyr, ndërsa problem mbetet ura e dëmtuar e Glinës dhe bypassi bllokuar nga prurjet e përojtën e Pravishtës.